Horoskopi ditor, Enjte, 23 prill 2026, Dashi. Dita nis me një energji të fortë që të shtyn të veprosh dhe të marrësh iniciativa, sidomos në punë, ku mund të ndihesh më i vendosur se zakonisht për të çuar përpara një projekt ose për të zgjidhur një çështje të mbetur pezull. Në dashuri, ndje nevojën për sinqeritet. Lidhjet e forta përforcohen ndërsa ato të pasigurta të kërkojnë një bisedë hapur. Shëndeti përmirësohet fal kësaj energjie, por duhet të shmangësh lodhjen e tepërt dhe të gjesh kohë për pushim. Demi, atmosfera është më reflektuese dhe të ndihmon të vendosësh rregull në çështjet praktike dhe profesionale. Në punë është më mirë të veprosh me durim dhe jo me nxitim, duke shmangur vendimet impulsive. Në dashuri kërkon stabilitet, por edhe qartësi për disa keqkuptime të vogla. Gjendja fizike është e mirë, por duhet të lirosh mendjen nga mendimet e përsëritura që të lodhin. Binjakët, idet nuk mungojnë dhe në punë mund të gjesh zgjidhje të zgjuara për probleme që dukeshin të vështira. Është një moment i mirë për komunikim dhe bashkëpunim. Në dashuri rikthehet lehtësia dhe spontaniteti, gjë që ndihmon në marrëdhëniet ose në njohje të reja. Shëndeti është i mirë, por duhet të shmangësh përndarjen e energjisë në shumë drejtime. Gaforia, emocionet janë më të forta dhe ndikojnë si në punë ashtu edhe jetën personale. Në aspektin profesional duhet të shmangësh dyshimet dhe pasigurit. Në dashuri kërkon mbështetje dhe mirëkuptim, por nuk duhet të mbyllesh në vetvete. Gjendja fizike ndikohet nga emocionet, ndaj qetësia dhe pushimi janë të domosdoshëm. Luani, ndihesh i motivuar për të treguar vlerat e tua, sidomos në punë ku mund të përballesh me mundësi të reja. Suksesi kërkon përqendrim dhe përkushtim. Në dashuri ka pasion, por duhet të shmangësh kërkesat e tepërta ndaj partnerit. Shëndeti është i mirë fal energjisë së lartë, por duhet ta menaxhosh me kujdes. Virgjëresha, saktësia dhe përqendrimi në detaje të ndihmojnë të jesh produktiv në punë. Është momenti për të zgjidhur çështje të mbetura pezull. Në dashuri kërkon qartësi dhe sinqeritet. Marrëdhëniet e forta përforcohen ndërsa ato të paqarta mund të krijojnë tension. Shëndeti është i qëndrueshëm, por duhet të shmangësh stresin mendor. Peshorja, ndje nevojën për harmoni, sidomos në marrëdhëniet me të tjerët. Në punë, aftësia jote për të ndërmjetësuar është shumë e vlefshme. Në dashuri, komunikimi hapur ndihmon në zgjidhjen e problemeve. Gjendja fizike është e mirë, por aktiviteti fizik do të ndihmojnë të ruash balancën. Akrepi, vendosmëria të ndihmon në punë dhe mund të arrish rezultate të mira nëse qëndron i fokusuar. Në dashuri, emocionet janë të forta, por duhet të kontrollosh xhelozin. Shëndeti përmirësohet, por duhet të gjesh mënyra për të çliruar tensionin dhe stresin. Shigjetari, dëshira për ndryshim është e fortë, sidomos në punë ku mund të kërkosh sfida të reja. Në dashuri ke nevojë për liri, por pa lënë pas dore persona të afërt. Gjendja fizike është e mirë, por duhet të shmangësh lodhjen e tepërt. Bricjapi, qasje praktike të ndihmon të menaxhosh detyrimet në punë dhe të ndërtosh diçka të qëndrueshme. Në dashuri ndjen seriozitet dhe stabilitet, por nuk duhet të harrosh anën emocionale. Shëndeti kërkon më shumë pushim dhe kujdes. Ujori, idet e reja dhe kreative mund të sjellin mundësi në punë, sidomos nëse ke guximin të shprehësh ato. Në dashuri kërkon lehtësi dhe mirëkuptim të sinqert. Gjendja fizike është e mirë, por kërkon një stil jetese të balancuar. Peshqit, intuita është e fortë dhe të ndihmon në vendime si në punë ashtu edhe jetën personale. Në dashuri ka ndjeshmëri dhe afërsi më të madhe. Gjendja fizike lidhet me emocionet, ndaj ruajtja e qetësisë është thelbësore për mirëqenien tënde.